Në çfarë faze janë hetimet për mbetjet e Kurum, Lala, duket sikur këse kompanije nuk i hynë, si kundër se bankersit, po më shumë se bankersi kësaj nuk i hynë gjemë në këmbë, vazhdo në ndanë reklama të pafundme për mediat dhe ka eshtje nga pothuajse të gjitha mediat, televizionet dhe portalet. Çuditërisht, shumë kompani kanë ndarë dhe ndajnë reklama dhe është normalitet. Por kjo ndanë reklama pasi mbyllet. Dhe deri dhe të mediat i quhen më opozitare në Shqipëri. Është shumë e çuditshme. Pasi është mbyllur dhe pasi e ka mbytur Shqipërinë me helme me gjitha dhe ku pritet të vijë një analizë sikur është nisur në planet tjetër, për ku është nisur kjo analizë? Në Itali. Në Itali, sa koka? Tani ju e dini zoti Rakipi, unë kam qenë ndër të parë gazetar që jam marrë me skandalin e mbetjeve të Kurumit, edhe besoj që, domethënë, kam patur të drejtë, koha do më jap të drejtë që kjo është një dosje destinuar për të pushuar ose më saktë për të mbyllur, sepse mendoj që ashtu si afera Bankers edhe afera e kompanisë Kurum është një aferë që përfshin të gjitha qeveritë dhe njerëz shumë të rëndësishëm politikën shqiptare. Por ajo çfarë nëse Bankers na ka rrëmbyer pasurinë kombëtare edhe qytetarë shqiptarë nuk kanë patur asnjë benefit, u është vjedhur pasuria, në fakt çështja e Kurumit është edhe më e rëndë sepse qytetarë shqiptarë janë helmuar. E dini ku janë ato 102 kontenerët që janë me mbetje dyshuara toksike dhe të rrezikshme? Janë në Porto Romano. Pra janë në Durrës dhe imagjinoni se çfarë mund të ndodhë me kushtet klimaterike që ndryshojnë dhe ka muaj të tërë që vazhdojnë të qëndrojnë të vendosur aty dhe në vend që të kishte një shpejtësi të rrufeshme nga shteti shqiptar dhe nga çdo laborator brenda dhe jashtë vendit për të nxjerrë analizën e këtyre mostrave se çfarë përmbajnë kontenerët dhe të zgjidhej këtë çështje dhe të bëjë asgjësimi i tyre ose të dërgoheshin sërish për eksport, sepse ajo është lëndë e parë që mund të përdoret në vende të tjera, për shembull siç ishte rasti i Tajlandës që i kishte kërkuar, por që ishin dërguar pa autorizim. Në fakt, me Kurumin, çfarë unë kam thënë, vazhdoj të bindem çdo ditë më shumë, që prokuroria do ta varrosë atë çështje një herë për gjithmonë, sepse përgjegjësia në këtë vështrimin tim shkon shumë lart në qeverisje, dhe jo vetëm qeverisjen e sotme, por edhe të mëparshme. Dhe ajo çfarë ndodh është që Spaku nuk e ka marrë këtë. Jo, sepse ta kam shpjeguar edhe një herë më herët, duhet ta shpall mos kompetencën prokuroria e Durrësit dhe t'ia kaloj Spakut. Cila nuk e bën. E cila nuk e ka bërë deri më tani. Ka patur një përplasje brenda prokurorisë në lidhje me këtë çështje. Është pritur gati 6 muaj për të gjetur një ekspert. Pra ne kemi ekspert brenda vendit. AKBN-ja që është institucion shtetëror ka refuzuar ta bëjë ekspertizën, duke thënë që ne pra akt ekspertimin e analizën. Është një akt ekspertimi rëndom. Të lutem. Mund ta bëjnë, pra ne kemi kapacitete për ta bërë. Po ndërkohë autoritetet shqiptare, AKBN-ja që është institucion shtetëror, ka thënë unë nuk kam ekspertët e duhur për ta bërë një gjë të tillë dhe nuk kam laborator. Dhe u pritet 6 muaj një kompani e huaj, pra një laborator i huaj nga Italia, që të cilte ekspertët për të marrë mostrat. Imagjinoni 6 muaj është pritur. Do presim ndoshta 6 muaj dhe deri një vit për të kthyer përgjigja e analizave, pra për të mësuar se çfarë ka brenda atyre kontenerëve. E para, që është shumë shqetësuese. E dyta, ne nuk dimë ku kanë kaluar tonelata mbetje të kompanisë Kurum, çfarë ka ndodhur me to? Asnjë autoritet nuk të jep një përgjigje se çfarë ka ndodhur dhe mund të jenë groposur, mund të jenë asgjësuar brenda vendit duke shkaktuar toksina të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve. Ne nuk dimë sot që flasim çfarë ka ndodhur me kompaninë Sokolaj, sepse nëse mbani mend ishte kontraktuar një kompani për të bërë eksportin. Pra, ne kemi patur të mos ishte alarmi ndërkombëtar që u vu në atë kohë nga aksioni Bazelit, pra që është në një farë mënyrë rrjeti që merret me çështjen e këtyre mbetjeve të rrezikshme apo toksike, mund vazhdonte lehtësisht gjithë ky aktivitet kriminal. Dhe sot që flasim, askush nuk e vojë në zjarr që të shpejtojë hetimet për këtë çështje, që përtej vjedhjes, zhvatjes, abuzimit e tjera me radhë, dhe që kompania Kurum ka kryer aktivitetin haptazi në sytë e gjithë institucioneve. Pra, unë nuk kam parë një raport të detajuar nga Agjencia e Mjedisit, sepse ka agjenci kombëtare të mjedisit për të analizuar se çfarë ka ndodhur me këtë kompani. Pra ka patur veprime dhe mos veprime, sepse ndonjëherë jo domosdoshmërisht një zyrtar mund korruptohet, por edhe duke mos vepruar, që patëm edhe atë debatin me Olen, dhe duke mos vepruar, pra duke mos ushtruar detyrën, duke mos trokitur në derën e Bankersit apo të Kurumit, në fakt mund të ketë shpërdoruar detyrën ose të ketë kryer një vepër tjetër penale. Dhe rasti Kurumit është një rast që për mua po shkon drejt degradimit të çështjes. Dhe vonesa sa më shumë, në fakt çfarë po ndodh, po i lejon të gjithë personat e përfshirë të zhdukin provat. Sepse imagjino një kohë kaq e gjatë, ne italianët mund ta sjellin pas një viti
atë akt ekspertimin ose analizimin. Sa kohë ka që është kërkuar kjo? U kërkua para 2 muajsh, por ne pritëm 6 muaj njëherë. Tani kemi 2 muaj që i kemi dërguar. Duhet presim dhe 6 muaj deri në 1 vit për të ardhur analizat. Pasi të vinë dhe të kuptohet çfarë ka brenda kontenerëve, duhet parë përgjegjësia e gjithë secilit. Po imagjinoni një jetim që mund të shkojë 2, 3, 4 vjet, ndërkohë që me kontenerët kanë mbetur aty, ruhen ditë-natë, pra ne vazhdojmë të paguajmë prapë nga taksat tona, sepse janë punonjës të policisë të cilët i ruajnë atje dhe qëndrojnë në shërbim 24 orësh. E kupton, pra ne paguajmë prapë në vend që policia të merret me çështje më të rëndësishme, duhet ruaj mbetjet e kurumit, të cilat dyshohet sipas të gjitha të dhënave të ardhura, sidomos nga organizatat ndërkombëtare dhe nga agjencitë ndërkombëtare, që janë mbetje të dyshuara toksike dhe të rrezikshme. Ola? Për mua, më mirë të mbyllet hetimi dhe mos paguajnë gjithë këto taksat, sepse kështu siç po shkon çështja, kompanisë i lind patjetër e drejta, edhe nëse thonë që mbetjet janë të rrezikshme, të thotë që nuk e di se çfarë ka ndodhur edhe se çfarë i ka ndodhur materialit nga procesi kimik, duke ndodhur 3 vjet të mbyllur në kontenjer, edhe në çfarë materiali është kthyer. Apo në çfarë lënde, dhe mund të kontestoj çdo lloj procesi gjyqësor, hetimi patjetër që u kuptua që kishte ndërmend të zvarritej edhe që kompania kur do... Mund të vite përgjigja që ato nuk janë të kontaminuara. Nuk e besoj të përgjigja për sa ko ka patur... Jo, ekziston risku, jo, të lutem, mund ta them unë këtë gjë, sepse rezulton sipas akt konstatimit, sepse mbetjet janë kthyer nga një port në Turqi. Dhe disa nga kontenerët i kanë pasur plumqet, pra atë qelsin që e themi ne, e kanë patur të dëmtuar. Dhe unë në atë kohë, jo më lërë të mbaroj, sepse unë në atë kohë, nëse e mbani mend, e kam ngritur këtë shqetësim në studion tuaj, dhe kam thënë që plumqet e kontenerëve janë të dëmtuara dhe asnjë institucion shtetëror nuk u shqetësua. Pra, kontenerët ishin zbritur në sheshin e kontenerëve në Turqi, ishin ngarkuar një tjetër anije për të ardhur në Shqipëri dhe autoritetet shqiptare në një vend normal. Pra, për të patur një jetim të drejve të gjithanshëm të plotë e tjera me radhë, ne mund të kishim ekspertët tonë që mund ta shoqëronin ngarkesën pa patur ndërhyrje. Ne nuk e dim fare çfarë ka ndodhur gjatë rrugës së kthimit, sepse vërtet kompania ndërkombëtare mori përsipër që të rikthente, por ne nuk e dim në çfarë kushtesh janë rikthyer, a janë ruajtur me kamera sigurie, çfarë ka ndodhur në Turqi, se kanë qëndruar mbetjet në pritje në Turqi. Dhe plumqet ku ka zbritur. Por ne nuk e dim, pra, këtë po them. Ne nuk e dim. Se janë hapur duke verifikuar? Jo, pra janë hapur disa prej tyre, po janë hapur tani, po plumqet e disa kontenerëve kanë qenë të dëmtuar. E sigurt është Klodi që drogë s'ka, se nuk e kishin lënë. Po të kishte ta kishin mush me drogë, da kishin rrujt vetë. Jo, mua më shqetëson realisht, ato janë mbetje të cilat realisht për te të gjithave helmojnë qytetarë shqiptarë. Dhe kjo nuk është një çështje për ta relativizuar kaq thjesht. Unë mendoj që këtu duhet bëhet serioze e gjithë media. Po flas në tërësi, zotë Rakipi, se ju e dini shumë mirë që pjesa më e madhe për çështjet më të rëndësishme sikur nuk janë asgjë kundi, domethënë.